Të nderuar teleshikues, mirë se vini në emisionin Pa Rrotulla që si zakonisht transmetohet përmes valve të radio televizionit Kosovës çdo të martë ora 22:00 dhe me ritransmetim çdo të mërkur ora 12 e ditës. Në vazhden e shumë personaliteteve të cilat i kemi ftuar në emisionin ton Pa Rrotulla, shumë historian, shumë shkrimtar, shumë studius, sante kam sjell në studio një njeri për cilin do të dëgjoni se ka bërë një punë kolosale rreth grumbullimit të gjithë shtypet shqiptar, gjithë librave, ka një bibliotekë të jashtëzakonshme, një njeri që gjysmën e jetës së tij ja ka kushtuar çdo shkronjë të gjuhës shqipe për ta grumbulluar atë. Po ku e mban ky njeri këtë arkiv kolosal për cilin shtetet perëndimore do të krenoheshin nëse do të kishin qasin këte? A e përbuz shteti ynë dhe institucionet tona? A i ka dalë këtij njeriu dikush ndihmë? Për gjitha këto do të ndiqni rrëfimin në vazhdim nga profesori i nderuar Recep Shahini. Profesor, mirë se ke ardhur. Mirë se kom gjetur. Faleminderit shumë. Unë e kam ju përgëzoj për emisionin që e mbani, që është shumë i ndëgjuar, që tanë opinioni ka rrotullohem edhe ku takohem e përmendim, edhe inshallah sukses. Faleminderit shumë. Është edhe i shikum, është edhe i kritikum, se qëllimi jonë është edhe me ngrit debate. A di tash se do po thojnë do kolegët mi që është emisioni më i mirë, unë mendoj që temat të cilat ne i shqyrtojmë në emisionin Pa Rrotulla janë pak temat të veçanta. Arsyeja që unë ju kam ftuar në emision, që kam di obligim moral, njerëzor, shpirtënor, intelektual për veten time, po edhe për publikun e gjerë është pikërisht puna juaj kolosale që keni bërë. Unë me thot drejtën, nga që kam jetu pjesën më të madhe të jetës time në Suedi, dhe ju keni dëgju që Suedi është kampion botë për arkiva, për ujtjen e dokumentacionit, qoftë biblioteka mbretërore Suedis, qoftë janë miliona dokumenta, miliona incizime cilat ruhen atje. Për shembull, e kam gjetë Aleksandër Mojsiun, e kam gjetë mbretin Zog, të incizuar në Suedi, në vitin 1936, vitin 1939. Por do shkojmë pak mbrapa 80 viteve. Ju keni lind në Kaçekolla, po? Në Katundin Keçekull. Keçekull, po. Në familjen si ka qenë fëmiria jote? Në familjen e Migjes Shahin Keçekulla. Migja Shahin Keçekulla ka pas një odë, ju edhe e dini, po për hir të opinionit, po thamë, në malsinë e Gollakut, fatkesisht të kone vetë mja safar. Ka pas odë për musafer, për delegacione, për nevojtarë, për kalimtarë. Që do të thëtë, kush ka pas nevoj për një kanak, ka shku në odën e Migjes Shahin. Kur i bona 7 vjetë, i tha nanës edhe babës tem, tha djalin tash në odë. Aty kom filluar edukimin, mësimin në odën e babgjyshit tem. Mirë, pastaj keni vazhdu shkollën e lartë? Mandej kom vazhdu në Malsi Gollakut 8 vjeqaren, e mandej shkollën e lartë, të lartë u konë, së 4 vjeqare, një herë bate fizike, mandej matematik, teknik, kështu që edhe mandej ma vonë dikuri i thëshëm specializimin e kumë bonë foto, mikro, teknik, në Budapest, në Berlin, mandej edhe pak në... Në cilat vite ke qenë në Budapest, në Berlin? 74. 74. Dhe më thonë që në atë kohë ti e morë me mikrofilmat... Jo, shumë ma heret. Po? Shumë ma heret. Se une, në kohën kur e kriva shkollën normale 5 vjeqare, pak u vanova me shku shtar, edhe mandej, ko shkova në ushtri, prej as një kombi, as kroat, as sloven, me shkollë normale, ditën e parë që dole në rështim, me thënë, uqa, ti atje mu rështu, në shkollën e oficireve. E kitë ki artë, në ushtri s'ka ja. Thash, po kom e pyt diqka. Pyt! Kur e pyta, thash, pse te i ka lutë shkollën e në oficireve, tha, na e dim.
edhe unë 24 muaj në ushtri kum bon, veç shtator, fjetje 3 orë për nevoja mu pastrue, me hangër, me pi, mu 14 orë mësim intenziv. Mjekësi ushtarake, kriminalistik, psikologji ushtarake. Mandej ajo shumë e ka vyjtë në jetë. Me të këthyër për ushtrije, une edhe ma heret ja kum pas njës. Librin e parë që e kum majtë për veti që e kum da, ka sola gjatomit. As që e kum di që e ka përkëthyje sterijës pasë. Dikur i ka ra një punë, me sterijës pasën qysh kum punu e qysh i na... Do flasim ma vonë që e taku me sterijës po. Kështu që une për një 60 vjetë, 50 vjetë, pa ndërprej kom të bue trashëgimin dokumentare. Trashëgimia dokumentare është e shkruar, e pikturuar, e filmosën, fotografi, e shumë të tjera, Mirë, po do me të pytë, ka lindë gjdo njeriu është një moment i caktuar në jetë që thotë unë do më marrë me qëtë punë. Ka të erdhi ideja që do merë Në odën e babgjyshit, arshin njerëzit me marrë fetfa, kshila. Po. Edhe gjithë here, do përmen ke, mos kje dishka të shkruar. Une që ju morë me këtë profesion, 3 sende i kum plotësu, 1 amanetin e babgjyshit. 2 që ma kam hëngër mendja. Mendja ime, që është me e vleshmja, është primare, është për mu që unë të kam një kapital, e treta është se kretë që ka është të shkruar. Qysh heret janisa të aparatit, të fotografimit, të sen, më ndej lindja jo. Lindja jo me majtune këtë, por e kum pash një veshtësi shumë të madhe. Që mu ka deshtë, se babgjyshim ka thonë, bero, ruju, qështu ka pas zanot me thonë, djalit, bero, ruju se sërt janë tërhtar. Edhe une mu ka deshtë me aktru, me thënë, gjithmonë se jam shumë i dhanër, vetëm as fotografimi, vetëm as fotomodeleve, jam pak menetek, jam pak që ma mërmenja që veç unë e di, gjitha ato cilësi që unë nuk i kisha në shpijet. Vetëm që shërbimi sekret serb, Osnja dhe Udbeja, mos me kuptu se unë po bëj të bimin e trashëgimisë dokumentare. Mirë, me qenë se keni qenë në ato vitet hershme edhe në Budapest, një qendër e artit, e kulturës, se mos flasë më për Berlinin. A keni vrejt ne shqiptarët, bota shqiptare, populli shqiptar, sa larg ka qenë pikërisht në këte fahun e dokumentimit gjana, për shembull edhe sot lufta e UÇK-s, 98% u shkru pa dokumenta, pa arkiva, veç me thashe thajme, a ka qenë edhe kjo njëra prej arsyve që ke thonë që njerëzit duhet të grumbullojnë dokumente, fakte, që të pasqyrojnë para dikuj tjetër historinë e vetë? Nështë me ta bërq, edhe publikut edhe juve, me thonë se babgjyshi thashtë shumë heraja që sa shte shkruhën nuk e egzistan. Shumë thonë një interesant. Mandej, e thashtë e këta, i pëtke njerëzit, kur u mëshin kuvende atë, se jënë mojtë kuvende, kanë nërë, malësi e Gollahu thirët pej Tërnovcit, e din Shalbajgores, rreth e rreth që e rrethën Kosovën. Të gjithve ju spjegante, të gjithve marshin kshilën e tina, edhe më ndej aty lindi. Mirë po unë edhe para se me shku në specializim, po du me ju thonë dishka, që në të kohët unë kur e bona një lloj studimi, një lloj shkollimi për fotograf, edhe për unë jam konë asistenti i pari, Dragan Toshqicit në
incizimin e filmit, ju e dini fare mirë në Zanësit e Kragujevcit. Unë aty e ku marrë edhe titullin fotomjeshtër. Unë edhe para se me shku në specializim, ku më shku në Istanbul, ku më shku në Ankara, ku më shku në për vendet e ndryshme, të mandej, në vijem. Unë e ku më gjetë dokumente, e ku më vretë se na jemi të vorfën. Mirë po, populli shqiptar është qaq i kujdeshëm, qaq me fanatizëm e ruën fjallën e shkruar, po e ruën në raft, e ruën në dalap. A na, si institucione, duhet ata ti joshëm, të pagujmë dishka, tash sa mire kemi, të digitalizojmë edhe të u kthejmë, por të morëm atë kapital të grumbullojnë me një institucion i cili ka status shtetënor. Une, për mos me të bërsh, edhe juve edhe opinionit, kam të grumbulluar 40.000 njësi dokumentare. Shtypin periodikun e medjave të shkruara. Në vitin 2012 i kisha, tash ka ma shumë, 67.000 ekzemplar të gazetave. 35.000 ekzemplar janë të lidhur në liber. 50.000 ekzemplar të revistave, një 20 tituj. Gjitha revistat, marrë 2 prej... Zëri, fjalla, botare... Gjitha që në botu në Kosovë, në Shqipëri edhe në Macedoni. Pastaj, këtë grumbullim e kom bo në shtëpin time. Kam një shtëpi përdhese në Taphane, ku me jo thonë të drejtët, edhe në dhomë ku flej kam nështë një tonë gazeta, dokumente. Për plet shtëpi. Pastaj, këtë grumbullim e kom bo me paret e mija. Me lekun tim. Une nuk shumë herë me pysin kolegët, këtë kapital, që ka të bësh? Dhe t'ja dhoraj ardhmeris shqiptare. Veç njeri prej kolegëve të ka thonë qëfar firme ashta, qëfar kompanije. Mos me fyje tash. S'pja thej me emrin neve, po. Më ka thonë, ka profesor, qëfar kompanije është ajo? Ardhmenia shqiptare. Shobur, nuk kom bo mund 50 vjetë me shqip me pare. Unë mundin do të dhuraj. A ka më mirë se kur ka njëri mundësi me dhurue. Unë e kuptaj ashto. Vetëm, po thoni me dhuru, është normale kjo, po në gjithë botën, jep e merë është loja në mes qytetarit edhe shtetit. Ti ke dhonë shumë, ke grumbullu gjitha këto dokumenta, po du me më folë pak rreth historikut tanë përpjekjeve tua që këto gjona me u arkivu, me u sistemu në arkivin e shtetit. Sa kërkesa, kujna ju ke drejtu për gjona tilla, me të ndihmu? Une, pikës pare, ma hëngër mendja mu se në 2000-ën, ato që i kisha lidhë, kisha bo krejt gati. Në bised me gazetare kështu, basi i ke bo krejt gati kështu, a kështë me bo diqyshi me marrë vesh me BKU-ken, me Biblioteken Kombëtare Universitare të Kosovës, me Sali Bashotën. Edhe shkohoja bona një ofertë. Dhe shune, këtë kapital që i kom të lidhëm, që është kry, kretë, është ban liber, 35.000 ekzemplar të gazetave. Revistat nuk i kom lidhë, po i janë të arkivuara mirë, të sistemuara, edhe të lidhë në kështu ka pak për një vetë, sa për gjithë titull.
Po, si jo. Thëmë edhe unë po ja ushtri edhe një mundësi tjetër. Do t'ju, në qoftë se ju pranani, do të bëjmë një laborator i cili do t'ja nisë me një herë digitalizimit. Kjo ishte para 6-7 vjetë. Gjithqysh. Thëmë, po, unë i kam dikun një 7.000 ekzemplarë të librave që duhe me adhuru e bibliotekave të Kosovës. Jo me dalë me i falë në rrugë. Po tu fillu prej aty në bibliotekave të shkollave fillore, deri të kjo universitare që e keni ju, a muni me ndihmu, se s'po muj me bo regjistrimin. Thome dhe çdo bibliotekë të shkollës fillore, të mesme, fakulteteve, që ka bibliotekar, më regjistru, thot edhe me pare tona, thot kemi me ti shpërnda. Bashkaresht, na i bojmë regjistrin, ti tash i ndanë ato. Pse u deshke me nda librat, unë i kisha një 6-7.000, tash i kam nga 10.000, që duhe me i dhanë, por me i caktuaj, cilat tituj për 8 vjeqare, cilat për shkollën e mesme, cilat për fakultete, e cilat për universitare. Së da saj dite, me të veç fjallë, me kapitalin tim, 35.000 ekzemplar të gazetave, të lidhura, edhe me 28.000 revista, u promovua, u hap arkivi mediave të shkrume në BKUK. Me besani kanë ardhë njerëz, e më kanë lutë, amon, a shkon me ndërmjetësu se që këj material pëndohet. Edhe une, po hajde bre, po mundohemi diqysh, une s'kum pas më qasja atë. Po shumë herë kanë gjallë që une kur i kum pas 2 kopje, një kum dhonë atje, e një kopje e kum nëllë për veti. E mi pasë unë në atë bibliotekën time atë. Edhe ju kum dalë në ndihën. Se do mësë këta të cilët janë ne, me ta bërsh më the, kur ke shku në specializim në Budapest, në Berlin, në Minhen, mëndej në Londër e Pariz, në Viktori, në Kolumbin Britanike. Une atje kum gjetë regull, atje kum pa rend, atje kum kuptue qka na mungon neve. Edhe so largë jena. Edhe sa Një planet krejt tjetër. mëndej që shumë është e pasën me dokumente të perandorisë osmane, arkivi i Budapeshtit, sa nuk kum pa kum më të pasën sa ato. Është shumë interesant. Hungaria, zbashku me Çekoslovakina të rejën këndë zbashku. E kanë arkivin e përbashkët. Hymjen prej Hungarie, hymjen prej Çekoslovakisë. Me di kodër. Mirë po, as njëna pa lene njënës tjetës nuk mujnë me hingat. Se i kanë të kodu me dyrt. Jo në ashtu as safare. Unë aty këm po materiale, sa njeriu me thonë, ku ka mujtë më bo gjithë kjo. E sidomos në këtë pjesën e... Prof, ju thatë që ju keni drejtu bibliotekës kombëtare. Po. Keni marrë premtime, lafe, po asë njëherë kur gja konkrete, asë një ndimë. Tani po kalujmë të institucionet e shtetit. Kretë kjo Si institucioni e shtetit, veç kjo punë kolosale që e ke ban. Kësh mjaftu për shemull me s'mu vjedhë një 10 metra asfalt, ose sa urat janë vjedhë të na janë hangër urat, a i ke po të shënë maru matë ngushta ma këto, edhe kretë kjo punë e jotja ju ke shërby sot studentav, studiusve, sidomos brezit gazetarëve të ardhshëm me hullumtu me umor.
Cilave institucione mas lufte ju ke drejtu edhe së të kanë ndihmu? Arkivit Kosovës. Edhe ato për tretën herë kom shenu aty, për tretën herë po ju drejtohëm me kërkesë ofertuese. Unë nuk kom bo veç kërkesë, po edhe ofertë kom dhanë. Se kapitalin po fali, po e dhuraj. Kur Arkivi i Kosovës nuk mu ka përgjegjë. Mëndej e keni e kam kështu, Ismet Dermaku, e ka bo një lloj pasqyrimi, sa është i shkatruar, lënda arkivore, sa është ndërtesa. Arkivi i Kosovës është një ndërtesë me e mira në Evropë. Në Evropë s'kun pasi të arkivin e Kosovës. E ka strehimorën, e ka depon, aq të rregulluar. Unë 18 vjetë kom punu në arkivin e Kosovës. Për 18 vjetë, kur asë një defekt, asë në rrymë, asë një sen s'ka pas. Para 2 vjetë, nështë e keni pa në përmes televizionit të RTK-s, kështi edhe ato ujtë e kanalizimit. Ata asë që mu kanë përgjegjë në to kërkesat e mija. Jo më drejtu edhe Ministrisë për kulturën dhe sport, edhe Ministrisë të arsimit shkencës edhe teknologjisë. Mirë po, ju kom drejtu edhe drejtërisë për kulturën dhe sport të komunës. Ata një përgjigjet e parë më dhanë, aq të mirë, sa s'ka asë bëhet, e kam dikun. Edhe thanë që këta duhet, jo vetëm na, po edhe shteti, edhe Me mbështet gjithë. Gjithë duhet me mbështet. Pse ju drejtova atyne? U rregullua shkolla e vjetër teknike, me standarde evropiane, 1280 metra katerore. Aty është nda arkivi komunal 2 pjesë. Një pjesë është në arkivin e Kosovës, pjesa tjetër, se u desh më bo 2 drejtorë, edhe 2 udhëheqjese, pjesa tjetër në atë shtëpi. Shkollë. Në atë shkollat, që i ka gjitha standardet për mbrojtje, për ruajtje të dokumentacionit, të arkivit. Edhe aty i kanë 3 zyre, zyre e drejtorit, një zyre që jep do vërtetime prej një fondit me një halë kishë në qitë që atje. Edhe tjetërit është krejt thotë. Unë jo bon edhe atyne, tash kërkesa ime ofertuese ishte drejtorisë se për kulturin dhe sport, zbashku me arkivin komunal. Unë për arkivit kërkojsha veç hapësirën me vendosë. Edhe me janisë, mbe një herë me janisë digitalizimit. Unë e di që 50.000 njësi dokumentare me digitalizue, është shumë punë e madhe. Me qitë në internet ato shkojnë. Mirë, po më intereson diçka në mesin e shumë përjetimeve tua. Po e baj një pyetje hipotetike, për cilën unë jam shumë i bindur që është e saktë, po për ty do t'jetë hipotetike. Biblioteka e Washingtonit e ka, për informacionin tanë, do shta dhe t'je dhe ma mirë se une, e ka krejt rilindjen të filmume, mikrofilm. Dhe unë kam pas fatin e madhë që kam jetu në një shtetë, si që është Suedia, që ma kanë porosit dhe ma kanë sjellë në paketa prej Washingtonit, bibliotekën mbretërore të Stockholmit, dhe une me mujtë tanë jam pasionant si kur te arkivat me i studiu, kam po që për mes rilindjes
81 e këtej, deri në vitin 90, aty e ke një shans historik brezat e ri me paftyrsinë dhe ftyren e çdo intelektuali dhe politikani shqiptar. Duke fillu për shembull të shoh kush janë arrestu, kush i ka torturu, kush i ka ndjek, kush i ka përsekutu, kush ka bërë diferencime në atë kohë. Domethënë nuk ka qenë Rahman Morina, madje ka qenë bira e fundit e kavallit. A mos profesor që kjo kas që na udhëheq edhe sot një pjesë e madhe e tyne, janë pikrisht ata që s'janë fare të interesu më arkivu këto gjona, se pastaj veç ja prejk pullën, Milaim Zeka, tak, del atje që ke thonë të 82-ën, që ke thonë të 83-ën, a? A mundet me komprov që kjo frikë? Kur hijet në arkiv, se të Washington, se të në Berlin, ose në Budapest. Për Berlin s'po guxoj me fol, po për Washington është e vërteta, e ke po mikrofilm, krejtë rilindja, prej vitit 52 ose 51-2 deri 90. Veç drejtohesh atina referentit që është aty. Po. Kje fondi me duhet. Që tu e prek, edhe ta shti zgjedh momentet tua. Ose për shembull BBC-ja për në Evropë, po folëm për media, BBC-ja e ka arkiven më të madhe, ndërsa mbas BBC-s vjen radio televizioni suedis, që i thojnë pres arkiv. Ajo që mu më ka fashinu gjithmonë, ta zem, e kam prej emrin e Adem Demaçit, edhe më ka dollë gjithë shtypi botror që ka shkru për Adem Demaçin, e kam prej emrin e Rugoves, ka dollë, do me thonë, pa morë parasysh cilin kontinent u shkru diska për dikend, edhe thësha une, sa budalë mëre këta Amerikant, edhe këta Suedest, edhe Britanest me u marrë me neve, ndërsa nesi me marrë me i punë që ti e ke, ashtë. Sigurisht, kur e ke prek, isa buletinin të ka dalë, edhe ajo me 1913, kur ka shkuat vizita atje, që s'kan ditë me janë nëzirë edhe njënën revolje, se me njënën e ka dërzuat tjetër, kur e kanë bo pak shakas që shdi në anglezit, kanë thonë, hej, o komandant, ti ka që fuqishëm, që ta ka për menja? Kishë me mujtë anglezit me qarmatos, pa asë një se, jo së më kanë qarmatos, që ku kam një? Tjetërën. E kështu, që mos me hi. Po, vetëm, do me thonë, po këthejmi të pytja që edhe kuvendi komunal i Prishtinës nuk të kanë ndihmu, apo? Vetëm fjallë të kanë dhënë. Kanë dhënë fjallë, kanë thonë, jo kemi hene, nuk i kanë thonë jo. Kërkush nuk e thatë jo. Jo, absolut. Dhoratën se thatë jo. Mirë, po e kanë gjithë një shkas, edhe dhe të këshyrëm. Mandej mu ka dukt, shumë e pavenda, shumë i brengë ku marë, kur më kanë thonë, ngoha, na, me pranu, po pranojmë, po ta vendosëm, por, kur të vjen rallë, atëre do të digitalizojmë. A kërkesa ime ishte me njëherë me fillu digitalizimit. Me njëherë me pas edhe ato pjesë të zgjedhura, me i përzgjedhë. Unë jo këmë thonë. A ka teknikë në Kosovë për digitalizim? Unë në regjim private, kam këtu, tash muj me u të reguë, 17.000 njësi dokumentari e këmë digitalizu. Mirë po, ku ti qesun ato? Që për mu, kjo institucion kosovar, po thomi për janë gjesë me në qështë duhet me kam, ta shikimia dokumentare shqiptare në Prishtinë. Mos me thonë këto kështu separate, dhe të ndame. Kisha me mujtë me njëherë mu registru, që ato muj me numru në gishta, ku ka ta shikimi dokumentare. Ta shikimi kulturore kanë edhe qytetet e mdoja, se mo shtetet gjitha kanë. Po në ta shikimi kulturore hinë shumë gjera. Ta shikimi dokumentare hinë fjale e shkruar, e pikturuar, e filmosur, e digitalizuar, e fotografuar. Në qëfë se marrëm në vlerë... Edhe tash, nuk gjejet unë, me thanë kur të vjen rralla,
Unë në si venin s'kisha me qukit kapital. Mirë, si vlerë monetare, për shembull, ai ke bën ndonjëherë në atë projektin tanë, në ofertën tonë, një kalkulim, ta zëm si hapësirë, 200 metra katror, 300 metra katror? Erdhen me shiqu këta të kësajna drejtorisë Për kulturë. për kulturin dhe sport, edhe të arkivit të komunës, që shpejthurën ata, dhe ekspert edhe atë dite qilun erdhen edhe 2 gazetarë. Edhe njëri prej tyre pa thatë atë profesor, ka bon, atë llogarisin. Sa ban kjo? Po, bon. Tash bërë, jo sa ban kapitali, po tash mundi me llogarit sa mund ka kushtuar. Sigurisht. Edhe ata e bon që ashtu e dhanë edhe shtujti gazeta, që kapitali që ka të bue profesori Recep Shahini, e ka një vlerë të buese mbi 700.000 euro. Edhe me pesh një 12 tonë. Për ata ju thash, edhe në dhomën ku fle e kam, me gjithë që është shtëpinë e kam një shtëpi, ko gjithë modhe, një 234 metra katrore, për platë. Mirë, vetëm si hapësirë po flasë prapë, do më thotë, do ishte mjaftueshme 400-500 metra katror, më bon një biblioteke bukur? Asë qaqë që s'duhet. Okay. Dhe mirë, tani do të kthehem pak... Por, duhet me pas edhe një lloj strehimorje. Po. Deri sa digitalizohen, si digitalizohen, më ndaj nuk është shumë e rëndësi. Bëhen një 4-5 kopje, edhe ato në kopjen në qantë, e merë edhe e hinësh, ose atje në sep, ose në rujtje, edhe mo nuk ka problem. Du me ta bën një pyetje tash, po i drejtohemi pak biznesit kosovar. Në Kosovë ka shumë milionerë, ka shumë njerëz të pasur, në Kosovë ka njerëz që vozisin makina 150.000-200.000 euro, ka njerëz që për një synë e tij e për një darsëm i kanë shfrytzu 50.000 deri 200.000 euro. Ju ke drejtu ndonjëherë grupit biznesit në Kosovë për ndihmë? Ja. Jo. Ja, nuk e kam drejtu. Unë e kam mendu edhe kom thonë që nuk është e mundën që institucionet shtetërore që nuk unë përkrajnë. Edhe gjithë mund të ju thonë, unë nuk kërkoj kompenzim, nuk kërkoj favorizim, nuk kërkoj privilegj për këtë. Kërkesa ime është digitalizimi edhe atë pjesën e zgjedhën me qitë me njëherë në internet, në global, me pas kodin e trashëgimisë dokumentare të thomi shqiptare në Prishtinë. Me gjithë që unë e kom pas një bised një herë me disa shok, e kom dash shumë Sabri Godën, Abdi Baletën, Gjen Spollën, me Stefana Shpollën, kom bashkëpunue një ndër më të mirët, Stereospasën. Kam po një shkrim që në vitet 70-ta Stereospasë ka bën një shkrim për juve, për punën e juaj. E ka thonë letër nga Kosova, Po. edhe ka tregue që kur ka ardhur me vizitue laboratorin foto, mikro, ai ka mbet i befasuar, për smiri. Edhe ka shkruar libër për atë. Po. Letër nga Kosova. Mirë, desha me kalu pak të veprimtaria jote, kështu personale. Ju keni botu edhe disa libra. Unë përveç të bimit edhe. Që të mos mendoj njerëzit që merresh me koleksione me fotografi, dhe me thonë, ja kemi borç publikut. Përveç të bimit, të trashëgimisë dokumentare, që kanë hi edhe librat fetare, edhe libra shkencore,
edhe ato shkollore, literaturë shkollore, letrare, romane, kret, po një pjesë të madhe të shtypit ose thomi të librave të përkthyra në gjuhën shqipe që i ka të veç thomi komentuara se përkthim Kuranit s'ka. Une diku një 800 tituj të librit fetar i kanë të arkivuara në bibliotekën time. Librin e parë që e kom bo një bibliografi, që i ka 333 tituj janë përfshim në ta, 800 faqe, B5, kritika i kanë thonë enciklopedi. Edhe ata profesorët që merren me atë lami. Librin e dytë e kom përgadit, e kom bogati për shtyp. Hala nuk është shtyp, ju kom paraqit ministrisë për kulturin dhe sport, se duhet me një konkurs, tha se po blen prej botuesve libra për me dhurue bibliotekave. Unë ju paraqita, thash, e kam librin e dytë pa shtyp, në qoftë se me përkrahni, librin e parë dhe dytën, ka 1000 ekzemplar janë, unë i adhuroj bibliotekave. Mirë, po Bashkësisë Islame të Kosovës, a ju ke drejtu për ndihmë? Për ndihmë, jo, ju kom të regu se unë librin, ata e kanë qmu ashtu që është një libër shumë i qmur që muj me thirë dhe enciklopedi, ti ke qenë i pare që ka bon një bibliografi të librit islam, mirë po për t'ju thonë, apo më dihmoni, të kune është ankesa, kur më mankuhesh për ditka, ti mund ke lypë. Mirë, do më thonë, edhe këta së të kanë ndihmu, sikur ministria. Po, me qenë se merresh me problemin e fejsë dhe ke botu këtë bibliografi fetare, a mundesh pak me më spjegu, disa herë në emisionin tonë e kemi trajtu këtë temën e rrymave të ndryshme fetare të mbas luftës. Çka po ndodh në Kosovë? Tash, unë si profesor, po. Me një herë kështu më drejtohen edhe në rrugë, edhe njerëzit kështu, kolegët e mi, çka ta mërmenja? Çka ta mërmenja për, ishte çështja për Shamin. Po. Edhe unë njëri shumë të njoftun, s'du të flas me emër, a profesor ta me shkue me thonë ministri, ne të tërhikun atë urdhnes administrative për që s'kan drejt me mojtë Shamin shkolla. Thashë mirë, po, jo jeni gjuhtar, po, jo shkruni edhe në për gazeta. Po. Edhe japë mësim në universitet. Edhe japë mësim në universitet. Pe di kusha veçanë në nëspjatoj mason aste, po edhe? Thëmë, po, a me thuet i mu dishka, pse ju zbashku, me thoni mua ta shkaj unë në Ministri të Arsimit për Shkencë dhe Teknologji, e të thonë ministrit tërheqë atë urdhës administrative, kur ajnë ka thonë për, nuk e ka përmen Shamin. A Shamia simbol, a e ka thonë simbolet fetare nuk duhet të bëhen në përshkë. Po mirë e kje po jetojnë për Shami, thash po mirë, dhe ju jeni profesore, ju jeni ata, Bashkia Islame, ju zbashku, dilni në përmes televizionit e tregoni, edhe ministrisë, edhe popullit, edhe të gjithve ju tregoni, edhe gjematit, i thani se Shamia nuk është simbol, po është veshje. Edhe atëherë,
Po qepo nuk edhe me punues po i lone edhe në kërkune në botë, është e vërtet që unë e kum pa edhe në aerodrom, edhe kum pa edhe policë edhe me shami. Mirë po këtu nuk o qashtja që dikon pengon shami. Po gjithmonë politika ruse pe Kremlinit i ka quhe ato regullat se si këtë popull me shparos edhe me marë këtë pjesë ku janë ujnat e nëzeta, ku është toka më e mirë. Unë në ruzullën e tokës thamë, jo për ta lavdu, por thamë nuk ka vend më të mirë se toka shqiptare. Po unë tokë shqiptare numëroj pe Qamerie, dete Shumadia, edhe prej Bulgarie, edhe shumë anena, deri te Ilirska Bistrica. Edhe tash ata i bojnë do programe atje, e i qojnë Beograd, ato finesat i pak ja për shtatin për Balkanike, qush ne bon të pa drejten, më të modhe dhe Evropa ne boni me 1878, kur janë ndrej emnin, janë ndrej tokës shqiptare janë gjiti Balkan. Ajo ishte ose Dardani, ose Iliria. Edhe tash ato, të në përputhen që njeve diqyshi slavet, se unë e gjdo kun, kur shkruj dishka e thëmë, dishka thëmë Sërbo-slavet. Slavet e gjojnë një dishka e Islami po pengon. Islami po pengon. Edhe të ne javeshin, edhe disa sende, edhe atë, edhe të na kemi edhe njerëz që është për ta njoft Islami. Kur e kam pyet një të ditur, nuk po thonë për islamistet, por një ditur të madhe, i kanë thonë, te ku kem rri me dije, tha kum rri me dije, qaq shumë se e di që s'di kur gjo, krasim sa ka dijen këtë ruzull të tokës. Prandaj, këtu qashtjet fetare merën vetëm me pas një dishka për te mu lidhë. Mirë, a ka deformime edhe... Po di qka po dërë më pytë, ka. Edhe a ka rryma ekstreme, këto rrymat vehabiste në Kosovë, imam të xhamis, sipas një raporti sekret, për shembull, thuhet se 120 imam të xhamive në Kosovë janë se ti di ma mirë këto terminologjit seflia, ç'është quhen ata? Unë nuk kisha thënë ashtu. Edhe janë, po, janë edhe 78 që janë, do me thonë, të futën në rryma vehabiste. Si mas mendimit tim, sa unë e një islam. Po mirë. Po të pës për gjendjen aktuale në Kosovë, jo sa njeh islamin. Këto i mveshin shumë. Jo mveshin shumë njerëzve. Kina një, ka thonë, u bon. As një herë... Që po rejnë o gjallarët në për xhamia, keni? Shef, prof. Në mesin tonë, po kom digju, në mesin tonë ka... Po, neve nuk panalon nga një herë, nuk panalon lisat me po malë. Se jo me po bejshka. As një herë nuk duhet... Kur dalëm të bjeshka, ne për se një 2-3 lisa njëmi i shtremt, ose pak ka deformu, ose ka dalë, me po të në edhe kretë bjeshkën qashtu. Nuk është ajo ashtu. Ka deformime, por jo për hirë të islamit, po për hirë të personave. Për hirë të atyne që dikush dënë me dalë pak të një, me pas, me ngritë kokën, me thonë që unë e thash, ose e bona, ose ka edhe që se njofin mirë, edhe paraqitë, edhe këshiltare, edhe mësusa, edhe... Unë e thamë, nuk e di sa kom të drejtë, titullin më i lartë për njeriu është mësus me kaj. E fjala hoxha është mësus. Prandaj, ka deformime. Mirë po, a janë të deformime për me kisha dosh me dalë ushqetsu? një dishka, vishta për hirë të opinionit.
është mirë ato libra, ato tekste, ato broshura, ato revista, edhe fetare, edhe shkencore, edhe shkollore, edhe krejt të mbartën në për bibliotekë. Atje e kanë venin ato. Jo mi mojtë për dekorim. Populli si popull shqiptar e ruan shumë fanatik është në ruajtjen e dokumentit, por e ruan raft. Mëndej, krejt po du me dalë institucione shtetnore. Shteti duhet pijosh poseduesit e literaturës, e dokumenteve, edhe t'jo merë, t'u banë, t'i digitalizën, më të edhe në t'jo këthem. Unë në këtë mënyrë e kom të bua këtë material, po unë e kom pagu. Edhe, kur e kom pas këshif, kur i më konë mas shumë t'i knashëm, kur e kom gjetë një material, në vitet e 70-ta, të një posedues privat. Edhe bënd të fjalla i material për Banjallukën, e sidomos për Peshternin, për pazarin e Rio së nëve pazarin, Bjelopolje, ku ta di unë Berane, Malsi, atje, deri në Shkodër, mënde, shkonte, deri të Qameria. Kreta të për muhajgjerët një peticion me 46 vulla që i kanë rashtur, më hyrë t'i kanë pas. E që ja kanë qu sultanit, thët na muhajgjerët që jena të buën në Ulqin, ata që s'kanë mujt me hecë, na i kanë kallë shtëpijat, i kanë kallë mrena shtëpijave. Ma ka përkujtu me një herat qashtin e 1921 që shubanë Malsit Vëllokët. Thot atë pleq, thmi, gra, ne i kanë kallë, na që kina orë, kina orë jena grumëllu këto, s'kemi kur qëfar kushtër. Ja qojnë atë peticion sultanit, me në ndihmu. Përveç asajna, shumë dokumente edhe në gjuhën gjermane. Tëne edhe e kun gjeti, Laz Regja e ka përkthy ato që u konë në gjuhën osmane, gjuhën me alfabet arab, e gjuhë turke, e ka përkthy, e ka bo gati. Kur e bona krejt shrimin gati, 1991, desha me votur, nuk guzesha me vetëmin në nëshkruva ta. A me besani, nuk gjeta njeri që e firmos të atune, edhe më thalë shtëtë ta, veç të kene autori, me njëherë për ta botojnë. Mirë, krejt në fund të kësaj, a mendon që do vije një klim ma e përshtatshme, ndoshta një qeverisje në të ardhmen që do të kujdeset ma shumë edhe, a ki shpresë që do e realizosh këtë ëndrrën tënde për krijimin e kësaj biblioteke, për me dhuru krejtat kapital që ke grumbullu për 20 vjet? Ne kam një besim shumë të madh, edhe mbështetna në Kur'an, Allahu në ka thonë, nuk ja hupi kërkujna mundit. Kom besim se institucioni ose instituti i trashëgimisë dokumentare shqiptare do të bëhet ndryshe. Profesor, faleminderit shumë për këtë bisedë. Ka që është koha, shumë faleminderit edhe shumë punë të mbarë, e inshallah të realizohet ëndra jote që kishme qenë ëndër edhe e brezave të ri. Nderuar teleshikues, kjo ishte biseda me profesorin e nderuar Recep Shahinin. Folëm për punën e tij kolosale, për veprat e tij dhe në fund e përmbyllëm me thënien e tij se Zoti ta shpërblen gjithmonë atë punë dhe atë mund cilin ti e ke bë. Shpresojmë që edhe profesorit do ja shpërblej edhe Zoti, po dhe Zoti pak me ndihmu aprof institucionet se
Që shka thonë, ti pak, unë e pak, ha? Pa hizmet s'ka kismet. Pa hizmet s'ka kismet. Prandaj shpresojmë që edhe këtë bised e kanë pa edhe kryeministri, edhe ministri i arsimit, edhe ministri i kulturës, edhe ministrat e tjerë, edhe biznismenët tonë të pasur dhe shpresoj që dikush edhe drejtori i drejtorisë të gjithë bashku kulturës, rinisë dhe sportit. Shpresojmë që kjo bisedë dikuj doj të roket në ndërgjegjen e vetë profesor dhe do të realizohet ëndra jute. Faleminderit nderuar teleshikues, faleminderit shqiptarë kudo që jeni nëpër botë dhe që na ndiqni përmes valëve të Radio Televizionit Kosovës. Ne do rishihemi përsëri të martën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë shqiptar, natën e mirë dashur mergjimtar.